Zonja dhe zotërimi mbrëma, pas pak në revistën televizive do të ndiqni. Në shënimet e javës, kryeministri Edi Rama flet për sulmet në lindjen e mesme. Prioriteti i qeverisë thot ai mbetet siguria e shqiptarëve në atë rajon. Kryeministri komentoi dhe rrëzimin në territorin turk të raketës së lëshuar nga Irani. Reagimi i NATO-s do të jetë i njëjtë për çdo kërcënim të vendeve të aleancës, thot kreu i qeverisë. Irani zgjedh liderin e ri suprem pas vrasjes së Ali Khameneit, emri ende mbahet i fshehtë. Izraeli sulmon infrastrukturën kritike të Teheranit. Sulmet në lindjen e mesme sjellin dhe një përplasje mes Britanisë dhe SBA-s. Nuk duam ndihmë pasi kemi arritur të fitojmë, ka deklaruar Donald Trump. 8 marsin, dita ndërkombëtare e gruas, një moment reflektimi për rolin dhe kontributin në shoqëri. Me këtë rast, drejtoresha e Radio Televizionit Shqiptar Eni Vasili uron dhe shpreh mbështetjen për të gjitha gratë e institucionit, urime për cilë dhe politika. Në zyrat e punës, pjesa më e madhe të rinjve të diplomuar kërkojnë punësim si ekonomist, ndërsa ata me shkollim profesional si elektricist. Të dhënat tregojnë se punëdhënësit kanë rritur kërkesat kryesisht për të rinjt. Elbasani ja bën më të vështirë qëndrimin në superiore e Tiranës, se mposhtë me rezultatin 1-0 në kryeqytet. Fitore mbi jetese për Bylis që mposhtë Vorën dhe flamurtari që fitojnë ndaj Vllaznisë. Këto dhe të tjera zhvillime me njëherë pas siglës. Na ndiqni. Njemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Siguria e shqiptarëve në lindjen e mesme mbetet prioritet dhe deklaroi kryeministri Edi Rama duke komentuar sulmet në lindjen e mesme. Në shënimet e javës, Rama thekson se shërbimet diplomatike dhe konsullore janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet në rajon. Një koment Rama pati dhe për lajmet e një sulmi të mundshëm drejt Shqipërisë, janë lajme të rreme që nga ata që ushqen shpresa të kota për rrëzimin tim nga qeveria, tha Rama. Oh my God, ja rap. Siguria e shqiptarëve në lindjen e mesme mbetet prioritet, deklaroi kryeministri Edi Rama në podcastin Flasim, duke theksuar se shërbimet diplomatike dhe konsullore janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet në rajon. Po bëjnë gjithçka për ta monitoruar situatën, për të informuar dhe për të asistuar, ndërkohë që çështja kyç e fluturimeve mbetet një sfidë për të gjithë. Ne jemi solidar me të gjitha vendet e prekura, përfshi pa diskutim edhe Kiprin, një vend mik, edhe Greqinë, po njëkohësisht edhe Turqinë. Teksa theksoi se kjo situatë kërkon qetësi, kujdes dhe informim. Shefi i ekzekutivit i cilësoi spekulime, lajmet e një sulmi të mundshëm të Iranit ndaj Shqipërisë. Por ju kujtoj të gjithëve që Shqipëria është antare e NATO-s dhe sikundër NATO e demonstroi qartësisht në Turqi ku goditi menjëherë një raket të ardhur nga Irani, qartësisht kjo shpejtësi reagimi dhe ky kapacitet reagimi vlen për të gjitha vendet anëtarë të NATO-s. Në përfundim, kryeministri deklaroi se lajmet e rreme për sulmet të Iranit në Shqipëri ushqejnë shpresa të kota për rrëzimin tim. Irani ka zgjedhur liderin e ri suprem, ndërsa emri i tij mbetet ende i fshehtë. Kuvendi i ekspertëve të Iranit, organi që detyrë ka zgjedhën e udhëheqësit të ri suprem të vendit, bëri të dielo me dije se ka arritur një vendim për personin që do të zëvendësojë Ayatollah Ali Khamenei, i cili humbi jetën nga sulmet amerikano-izraelite ndaj Republikës Islamike. Emri ndërkohë nuk është bërë ende i ditur. Një antar i kuvendit u shpreh për agjencinë iraniane të lajmeve Fars se personi zgjedhur ka gjasë të jetë ai që është më i kundërshtuari nga Washingtoni. Shejtani i madh ka bërë një nder kuvendit duke kritikuar kandidat të caktuar, tha Ayatollah Mohsen Haidari Al-Qasir, duke përdorur termin e Iranit për SBA-n dhe duke ju referuar komenteve të presidentit Donald Trump, pas të cilit do të ishte papranueshme nëse klerikët zgjidhnin të birin e Ali Khameneit.
Mojtaba si pasardhës. Pas vdekjes së Ayatollah Ali Khameneit, i biri Mojtaba Khamenei 56 vjeç u përfol më së shumti si ai që do të zgjidhet si udhëheqësi i ri suprem. Por Izraeli është betuar se do të godas çdo që do të pasojë Ayatollah Ali Khamenei, ndërkohë SBA deklaron se ai nuk do të zgjas nëse nuk ka miratimin amerikan. Për sa i përket luftës, Izraeli nisi një valë të sulmesh mbi Teheranin. Ushtria izraelite paralajmëroi se do të shënjestronte çdo që do të zgjidhej si pasardhës i Ayatollah Ali Khameneit, por edhe ata që merrnin pjesë në kuvend. Irani ndërkohë vijoi sulmet ndaj vendeve të Gjirit Persik, ku ka baza amerikane duke e goditur cisternat me karburant në aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit dhe një ndërtesë qeveritare në atë vend, si dhe duke dëmtuar një impjant të shkripëzimit të ujit në Bahrein. Garda revolucionare e Iranit bëri me dije se kishte lëshuar raketa ndaj qyteteve izraelite të Tel Avivit dhe Beershevas, si dhe ndaj një baze ajrore në Jordani. Përveç sulmeve ndaj Iranit, Izraeli vijoi goditjen e shenjestrave të grupit terrorist Hezbollah në Liban, vend ku për një javë kanë humbur jetën rreth 400 persona. Ndërkaq presidenti amerikan Donald Trump fajsoi një ditë më parë Iranin për sulmin ndaj një shkolle në atë vend, ku në fillim të fushatës amerikano-izraelite humbun jetën 150 nxënëse. Lufta në lindjen e mesme ka shkaktuar konflikt mes SBA-s dhe Britanisë. Nuk do të bijem dakord me presidentin amerikan për çdo çështje, kështu shpreh sekretare e jashtme britanike Yvette Cooper pasi presidenti Donald Trump shtoi kritika ndaj kryeministrit britanik Keir Starmer në lidhje me konfliktin në Iran. Në një postim në rrjetet sociale, Trump bëri mendje se Mbretëria e Bashkuar po shqyrtonte mundësinë për dërgimin e aeroplan mbajtësve në lindjen e mesme, por ndërkohë e kundërshtoi këtë lëvizje duke theksuar se nuk nevojiteshin njerëzit që u bashkoheshin luftrave pasi SBA i fitonte ato. Duke u përgjigjur Trump, sekretare e jashtme britanike tha se kryeministri Starmer vendimet i merrte në bazë të interesave kombëtare. Është detyra e presidentit amerikan që të shqyrtojë atë që është në interesin kombëtar të SBA-s, por është edhe detyra e kryeministrit britanik të përqendrohet në interesin e Mbretërisë së Bashkuar. Prandaj nuk mbështetën fillimisht sulmet e SBA-s dhe Izraelit, por kjo është edhe arsyeja se pse dha mbështetje për shtetet partnere në rajon, ku ndodheshin qytetar britanik dhe që u shënjestruan më pas nga raketat dhe dronët iranian. Mbretëria e Bashkuar nuk u bashkua fillimisht sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit, por më pas i dha leje SBA-s të përdorte bazat britanike për sulme mbrojtëse. Britania gjithashtu dërgoi avion luftarak Raf në rajon për të qelluar raketat dhe dronët që Irani lëshon ndaj aleatëve të saj. Ndërkohë, ish-kryeministri laborist Tony Blair, që gjatë kohës që drejtonte qeverinë britanike përfshiu vendin në luftën e Irakut në 2003, u shpreh të premten se Londra duhet i kishte mbështetur sulmet amerikano-izraelite që nga fillimi dhe se SBA ishte gur themeltar për sigurinë britanike. Sekretarja e jashtme Cooper, e cila pati qenë pjesë e qeverisë së Blair kur Britania ju bashkua pushtimit amerikan të Irakut, nënvizoi se ishte rëndësishme të nxjerrëshin mësime nga ajo që shkoi keq në ato konflikt. Dhe sipas saj, kjo përfshinte faktin që të gjitha vendimet duhet të përqendroheshin në ato që ishte e drejtë për qytetarët britanik. Një shpërthim u raportua në ambasadën amerikane në Oslo të Norvegjisë. Ekspertët nuk kanë zbuluar ende shkakun e tij, nëse lidhet me konfliktin në lindjen e mesme apo jo. Një shpërthim tronditënor të para të mëngjesit të së dielës, ambasadën amerikane në Oslo, duke shkaktuar vetëm dëme materiale dhe jo në njerëz. Incidenti ndodhi në një kohë kur janë shtuar ndjeshëm masat e sigurisë në ambasadat dhe konsulatat amerikane në të gjithë botën, pas përshkallëzimit të fushatës bombarduese amerikano-izraelite ndaj Iranit. Shumë ndërtesa diplomatike amerikane në mbretëritë e Gjirit Persik ku janë dislokuar. Trupat amerikane janë shënjestruar nga sulmet kundërpërgjegjëse të Iranit, ndërkohë që ende nuk dihet nëse shpërthimi në Oslo të Norvegjisë ka lidhje me zhvillimet e fundit në lindjen e mesme. Një shpërthim ndodhi në hyrje të seksionit konsullor të kompleksit të ambasadës amerikane, u shpreh zëdhënësi i policisë së kryeqytetit norvegjez, sipas së cilit ishin shkaktuar dëme në hyrjen e godinës. Policia norvegjeze ka nisur një hetim dhe zhvon në ndjekje të agresorëve të mundshëm, ndërsa në vendngjarje nuk është gjetur ndonjë pajisje tjetër shpërthyese. Një trandafil dhe një mesazh mirënjohje ka qenë dedikimi që ka surprizuar çdo grua, nën dhe vajzë të radio-televizionit shqiptar në këtë 8 mars nga drejtoresha e përgjithshme Eni Vasili. Në urimin e saj, zonja Vasili ka falendëruar për kushtimin dhe profesionalizmin e çdo njërës prej tyre, si dhe ka vlerësuar rolin dhe kontributin e grave në median publike.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, punonjëset e Radio Televizionit Shqiptar u surprizuan me një gest të veçantë vlerësimi nga drejtoresha e këtij institucioni Eni Vasili, një trëndafil dhe një mesazh mirënjohje ju dhuruan secilës prej tyre, në shenjë falënderimi për përkushtimin, profesionalizmin dhe pasionin që sillin çdo ditë në punën e tyre. Në urimin e saj, drejtoresha Vasili vlerësoi rolin dhe kontributin e grave në median publike, duke theksuar se puna dhe energjia e tyre janë një vlerë e çmuar. Në këtë 8 mars dua t'ju uroj nga zemra dhe t'ju falenderoj për përkushtimin, profesionalizmin dhe energjinë që sillni çdo ditë në RTS. Kontributi juaj është një vlerë e çmuar për institucionin ton dhe për misionin e medias publike. Ju uroj 8 mars të bukur, me sa më shumë vlerësim, frymëzim dhe suksese në çdo hap tuaj. Një gjest i thjesht, por i mbushur me vlerësim që la pas një atmosferë të ngrohtë dhe buzëqeshje mes gazetarëve dhe punonjësve të RTS-s, në këtë ditë simbolike të fuqisë dhe madhështisë së gruas dhe nënës. Gjithashtu, zuar gocave të RTS-s. Një urim që angazhimi tyre të forcohet, kështu e nis postimin dedikuar grave kryeministri Edi Rama teksa uron 8 marsin. Kreu i qeverisë shpreh mirënjohje për kontributin dhe theksoi rëndësinë e rritjes së pjesëmarrjes dhe angazhimit të tyre në jetën publike. Mirëmëngjes dhe në këtë 8 mars për të gjitha gratë, për të gjitha nënat, motrat, gjyshet dhe vajzat shqiptare. Jo vetëm një falënderim për gjithçka bëjnë çdo ditë, por dhe një urim me gjithë zemër që pjesëmarrja e tyre të rritet, angazhimi i tyre të forcohet dhe gjithçka që ato i sjellin Shqipërisë të bëhet edhe më shumë fal zërit, energjisë dhe kontributit të tyre. Ju uroj një të diel të paqët, shkroi Rama në rrjetet sociale. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha ka vlerësuar qëndresën e grave të kësaj force politike për kauzat e shpallura të opozitës. Këtë 8 mars, gratë demokrate zgjodhën të shprehen me protestën e tyre ndaj dhunës verbale që ushtruan në kuvend ndaj deputetes demokrate Albana Vokshi, njëherësh dhe kryetare Lidhjes Demokratike të Gruas. Dënoj me forcën më të madhe, ti shpreh solidaritetin tim më të madh Albanës, e cila u agresuar në atë mënyrë në parlament vetëm se ka përfaqësuar me dinjitet ju. Ajo në të gjitha tryezat kombëtare ndërkombëtare ka qenë zëri juaj. Nëse na sulmojmë verbalisht, psikologjikisht, institucionalisht dhe fizikisht, nuk do të heshtemi, ne do të reagojmë, ne do të protestojmë. Nëse përpiqen të na friksojnë, do të ngrihemi edhe më të forta. Zonjat e pranishme i garantuan Berishës se do të jenë pjesë e aksionit politik të udhëhequr prej tij, konkretizuar me disa protesta, ku e radhës është më 12 mars. Ne kemi patur dallgën jo në anën tonë, por ne jemi vetë dallga. Ne u provuam se ne jemi dallga. Dhe si e tillë ne do i tregojmë vendin dhe këtij regjimi. Nëse jo ne gratë, atëherë kush? Nëse jo tani, atëherë kur? Le të ngrihemi pra së bashku, të tregojmë fuqinë tonë. Vokshi kërkoi nga Berisha të ndikojë në rritjen e mëtejshme të përfaqësimit të grave në kuvend, duke theksuar se kuota 30% e tyre sipas kodit elektoral është e pamjaftueshme. Tregu i punës në Shqipëri vijon të ketë interes të lartë nga të rinjt për fushën e ekonomisë. Të dhënat e një viti më parë tregojnë se zanatët gjithashtu kanë rritur kërkesën. Interesi të rinjve që paraqiten në zyrën e punës është rritur. Të dhënat për vitin 2025 tregojnë se profesionet më të kërkuara prej atyre me arsim të lartë janë ekonomist, ndërsa për ata me arsim të mesëm elektricist. Në portalin e punësimit për vitin 2025 kanë qenë rreth 60.000 vende të lira pune të shpallura. Profesionet më dëshiruara me arsim të lartë shohim që janë ekonomist, menaxher, zhvillues softwaresh, inxhinier, jurist. Profesionet më të kërkuara për punonjësit me arsim të mesëm janë elektricist, berber, parukier, kamarier, kuzhinier, recepcionist. Profesionet më të kërkuara për punonjësit me arsim të ulët janë punonjës pastrimi, ndihmës kuzhinier, punëtor ndërtimi, rroba qepës apo prodhues këpucësh. Mbi 2500 persona që kanë lidhur një marrëveshje dhe kanë përfunduar një nga kurset në fushën e programimit. Gjatë kohës që ndiqet programi i kodimit, subvencionohet 50 deri në 100% e kostos së programit në varësi të statusit që ka personi.
Ndërkaq, referuar të njëjtave shifra, punëdhënësit kanë rritur kërkesat për punësim kryesisht për të rinjt në fushat ku ata studiojnë apo janë diplomuar. Kërkesat në fakt nga punëdhënësit janë në fushat e akomodimit dhe shërbimit ushqimor, tregtim me shumicë dhe pakicë, sektori ndërtimit, telekomunikacion apo industria përpunuese. Në vitin e 3 të zbatimit, skema e garancisë rinore si një nga projektet më të mëdha të qeverisë shqiptare, me mbështetjen e BE-s, pritet të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Kemi rreth 2269 aplikime tashmë në skemën e garancisë rinore, nga të cilat 1753 janë dalje pozitive. Pra të rinjt kanë gjetur veten në tregun e punës. Në muajin mars, vijon zbatimin programi kodimit për vitin 2026. Niveli i kërkimit shkencor në vendin tonë vitet e fundit ka pësuar rritje dhe kjo konstatohet në rritjen e cilësisë dhe numrit të projekteve të financuara. Kërkimi shkencor është një mundësi unike për të realizuar projekte që në fund na vinë në ndihmë për të zgjitur problemet të shoqërisë, për të zbuluar dije apo krijime të reja. Niveli i kërkimit shkencor në vendin tonë vitet e fundit ka pësuar rritje dhe kjo konstatohet me rritjen e numrit të aplikimeve dhe projekteve të financuara. Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor, Mirela Muça, në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, ka sqaruar se synohet që nga viti në vit të rritet dhe financimi për kërkimin shkencor. Rritja e numrit programeve tregon që interesi për kërkim shkencor, për të bërë kërkim shkencor, për të financuar kërkimin shkencor, është shumë i madh. Por, siç e thash dhe në kryet herës, edhe prioriteti i qeverisë është rritja e nivelit financimit të kërkimit shkencor. Në strategjinë kombëtare të kërkimit shkencor dhe inovacionit, ne kemi përcaktuar një nga objektivat strategjik tonët, që deri në vitin 2030 qeveria shqiptare do financojë deri në 1% të prodhimit të brendshëm bruto për kërkim shkencor. Një kriter i rëndësishëm i kërkimit shkencor është dhe publikimi i tij në revistat shkencore prestigjioze. Muça thotë se nga viti i fundit që janë bërë matjet, rezultojnë 2.5 herë më shumë publikime në këto revista se një vit më parë. Sot ne mund flasim për shqiptar të cilët renditen në ato 2% botror të publikimeve apo të citimeve, sepse ky është indikatori që mat rëndësinë edhe cilësinë e një publikimi shkencor. Gjithsesi, nuk jemi në nivelin që ne duhet të jemi, patjetër ne nxisim këtë me të gjitha format e mundshme. Një sfidë e rëndësishme mbetet cilësia e produkteve shkencore, e cila lidhet me numrin e aplikimeve. Sa më i lartë të jetë niveli i konkurrencës në aplikime, aq më shumë rritet dhe cilësia e projekteve. Vitin e shkuar nga 400 aplikime janë financuar për produkte shkencore, 182 prej tyre. Moti i ngrohtë dhe me dielli ditëve të para të marsit ka gjallëruar Bregdetin e Shëngjinit, 10 vizitorë zgjodhen të kalojnë fundjavën pranë detit duke shijuar rrezet pranverore. Ditët e para të marsit kanë sjellë një atmosferë pranverore në Bregdetin e Shëngjinit. Moti i ngrohtë dhe rrezet e diellit kanë tërhequr 10 vizitorë, të cilët gjatë fundjavës zgjodhen të kalojnë disa orë pranë detit. Disa zgjodhen shëtitjet e gjata, ndërsa të tjerë u ndalën për të shijuar rrezet e diellit. Sipas vizitorëve, Shëngjini mbetet një nga destinacionet më të dashura për të kaluar fundjavën, veçanërisht në ditët me mot të mirë. Na ka favorizuar shumë. Nesin edhe të më shumë, adin. S'mund shkosh bregut detit, direkt se është me formë kështu, po ecë shëtitorës në rregull. Koha shumë e mirë dje dhe sot, edhe deti qetë, edhe njerëz s'ka. I kam pa të dalë edhe në kanatiere njerëzit. Përshëndojmë shumë mirë, dalim, shëtisim, bajmë gjira, shikojmë me shokë, me një me tjetër, ka shumë qetësi, nuk ka dalë. Ndërkohë, autoritetet vendore po vijojnë punën për pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike në prag të sezonit turistik, ndërsa një pjesë e bizneseve në zonë ka nisur gradualisht aktivitetin. Bashkia Has synon të përfshihet në paketën e maleve, një nismë që synon zhvillimin e zonave malore dhe nxitjen e investimeve në turizëm. Kryetari i Bashkisë së Hasit, Myftar Dauti, ka bërë të ditur se bashkia ka dorëzuar pranë Ministrisë së Pushtetit Vendor hartat për përfshirje në paketën e maleve. Sipas Dautit, procesi teknik në nivel vendor është përmbyllur dhe dokumentacioni i nevojshëm është dërguar për shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave. Ne kemi dorëzuar në Ministrinë e Pushtetit Vendor hartat për paketën e maleve dhe presim që kalojnë në Këshill të Ministrave të miratohen si zona zhvillimore për Bashkinë Has.
Dauti thekson se në Hans ka interes konkret nga individ dhe subjekte që duan të aplikojnë për të përfituar nga kjo paketë. Ka interes, por detyra e bashkisë është me përcaktuar zona zhvillimore. Pastaj është detyra e Ministrisë për Shtetin Vendor që të shohin aplikimet, të analizojnë projektet e çdo aplikuesi. Brenda territorit të Hansit ka disa zona me profil të qartë zhvillimi, thot kryetari i Bashkisë së Hansit, të cilat kanë potencial real për të kthyer në pika referimi për turizmin malor dhe agroturizmin në të ardhmen. Kemi pjesën e fshatit turistik Cahan, që kemi përcaktuar si zonë zhvillimore. Kemi pjesën e liçenit Firzës, bregut liçenit Firzës. Sigurisht që është zonë mjaft e bukur zhvillimore për turizëm. Përfshirja në paketën e maleve mund të kthehet në një mundësi reale për zhvillimin ekonomik lokal, rritjen e punësimit dhe frenimin e largimit të rinjve në këtë bashki. Vizitorë të shumt, vendas dhe të huaj po zgjedhin çdo ditë të vizitojnë Muzeet e Shkodrës, të tërhequr nga historia dhe trashëgimia kulturore e qytetit. Një nga dalesat kryesore për turistët mbetet Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës. Muzeet në qytetin e Shkodrës vazhdojnë të tërheqin çdo vit vizitorë të shumt vendas dhe të huaj të cilët tregojnë interes të veçantë për historinë dhe kulturën e qytetit. Një ndër vendet më të vizituara është Muzeu i Dëshmisë dhe i Kujtesës, që sjell para publikut një pjesë të rëndësishme të historisë së periullës së diktaturës komuniste në Shqipëri. Vizitorët që hyjnë në ambientet e këtij muzeu shprehen të impresionuar nga mënyra se si janë paraqitur dëshmitë, dokumentet dhe historitë atyre që kanë vuajtur gjatë asaj kohe. Është hera e parë. Kemi mbërritur këtu dhe më parë qëndruam në një vend kampingu. Në mbrëmje bëm një shëtitje të bukur. Kaluam edhe lumin dhe pam që qyteti është shumë modern. Arkitektura më duket shumë e veçantë. Nuk e prisja kështu. Është shumë e bukur. Edhe muzeu është shumë breslënës. Hyrja është shumë e realizuar dhe të bën përshtytje kur kalon nëpër korridoret e tij. Lexuam për fete ndryshme dhe për ato që u ka ndodhur atyre, për njerëzit që janë arrestuar këtu. Jam nga Gjermania, nga pjesa qendrore e vendit, nga një qytet i vogël pranë Berlinit. Është hera ime e parë që vizitoj Shqipërinë. Jam shumë i interesuar për historinë e Shqipërisë dhe kja më solli në këtë muze. Është shumë mirë që ekziston ky muze. Për drejtuesit e këtij muzeu, interesi i turistëve çdo vit është në rritje. Në kullën e patriotit Çun Mula, tashmë Muzei i Malësisë së Madhe, prej më shumë se një viti ka vizitorë vendas dhe të huaj, vetë malësorët vinë të jenë pjesë e pandashme e mikpritjes. Shtëpia e Muzeit Çun Mulës në fshatin Hot të Malësisë së Madhe është kthyer në një destinacion tërheqës për turistët që duan të njohin nga afër historinë, kulturën dhe traditat e malësorëve. Jemi shumë të kënaqur, nuk ka një masivitet sepse është paksa izoluar në kuptimin e gjeografik të saj, por nga periudha e majit deri në vjeshtën e vonë ka shumë turista, po treg vëmendjen e shumë turistave. Interesi për këtë monument kulture vijon të mbetet i lartë, ndërsa vendasit krenohen me trashëgimin historike dhe kulturore që përfaqëson kjo kull. Vendasit nga Peru, nga Kosova ka shumë që vinë vizitojnë rregullisht, njihen me historinë. Tu kanë bërë një mrekulli edhe faleminderit për gjithë diasporës që kanë investuar dhe kanë bërë këtë kull, edhe është një simbol për ne edhe për gjithë malësorët e Malësisë Madhe. Gjaja më e rëndësishme këtu herë që i kanë bërë është se kena pas tradita malësore, lahuta, është me traditë jona, qiftelia. Po vim shpesh se baraktarët kanë kënë një shtëpi e njoftun, e përmenun, i kanë prej Malësisë gjithmonë në luftë, edhe në paqe, në aktivitetet ndryshme, si na kanë kallëzuar të vjetrit. Kjo është një vepër e madhe, monumentale, që kallëzon trashëgimin që kena pas, ja u transmeton brezave të ri. Në këtë kull historike, ka jetuar për një periudhë edhe franceskani i njohur shqiptar Gjergj Fishta, gjatë kohës kur shërbente si famullitar i Hotit. Në këtë mënyrë, kulla e Çun Mulës mbetet jo vetëm një atraksion turistik, por edhe një dëshmi e gjallë e identitetit dhe traditës së Malësisë.
Tu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, bashkë Minuta Kofshi.